Doktor Bukoshi ka drejtuar qeverinë e Kosovës në ekzil, në Gjermani, që në kishte në Gjermani. Dhe ç'është e vërteta ka ndihmuar edhe ai luftën duke i dhënë fondit Velindja Thërret. Ka ndihmuar luftën shqiptare. Fondet të mbledhura nga shqiptarët në mërgim në vite. 3%, fondi 3% i përdojnë një shqiptar. Edhe pavarësisht se LPK-ja kishte krijuar një fond tjetër, fondin Velindja Thërret për luftën, direkt për luftën. Dhe paguanin... Shqiptarët paguanin, jepnin para për luftën. Gjithë shqiptarët diasporës. Më thënë kishin kuota, paguanin gjithë. Antarët e LPK-s e kishin detyrë 1.000 marka në muaj. Wow. Antarët e LPK-s. Sa ishte atëre marka, se bie është goxha? Me 300 lekë tonat. 1 markë me 300 lekë tonat. Dhe kishin detyrë ta bënin, paguanin. Më thënë ti punoje jashtë, ti mbaje familjen, por kishte detyrim dhe atë dheu. Shqiptarët kanë qenë të jashtëzakonshëm. Janë të jashtëzakonshëm. Kurse antarët e LPK-s 1.000 marka në muaj. Velindja Thërret. Të gjithë të tjerët të aq sa të kishë mundësi. Dhe është një gjë interesante që Bukoshi kur ushtrirua Shqipëria u mblodh ai kuvendi i Kosovës i cili ka zgjedhur në marsin e vitit 1998 pas luftës së Prekazit. Dhe u mblodh ai kuvend dhe dha llogari. Dha llogari më janë grumbulluar kaq milion. Më kanë ngellë 63 milion, fiks 63 milion marka kanë ngellë në fondin e Kosovës. Dhe kuvendi e quajti të sakt përgjigjen. 2 muaj më mbrapa mblidhemi neve në kuvend për të formuar, për të zgjedhur organizatën e veteranëve të UÇK-s. Unë ishe viti 2004, unë isha në Kosovë. Më ftuan dhe mua. Dhe kur ngrita të flisja thash, duhet të vijë të japi llogari fondi Velindja Thërret. Sa para u grumbulluan, sa u harxhuan, përse u harxhuan, sa kanë mbetur dhe ku janë. Një pjesë që drejtonin mbledhjen që ishin dhe ata, si duket kanë pas dorë dhe ata në fond, më thoshin largohu nga foltoria. S'ke lidhje ti. Po. Dhe njeri më ngritë e më tha, pse s'thua tha që të vi dhe Bukoshi jap llogari? Qeveria. I thash, ka dhe llogari. Ka vënë atje te kuvendi që zgjodhi edhe ne të vinë tek ne që kemi zgjedhur. Po, sepse Bukoshi u përgjigj për fondet që ruante. Po. Vinë dhe këta tanë të vinë dhe japi llogari. Që atëherë ndaj s'më vunë edhe hashimi më hoqi na veteran luftës. Ndërkohë, Bukoshi ka shoqëruar drejthije, një prej të cilave ka qenë keq përdorimi fondeve, gjë që i ndodh çdo shqiptari, nuk ka shqiptar që të flas mirë për tjetrin kur bëhet fjalë për lekë. Dhe kjo është një fatkeqësi, po, nuk ka fakte. Që ai keq përdori fondet. Nuk ka, se thotë që mëre, këto para i mori Dileveri. Nuk ka. Do thënë ai i mblodhi fondet, i raportoi kuvend dhe i dorëzoi. Ku? Në Bankën e Kosovës. Bankën e Kosovës. Pra ka qenë gjithçka e kryer në mënyrë. Pra ai derisa vajti në kuvend, mbasi e zëm se e korruptoi gjithë kuvendin, edhe vodhen. Po ku është fakti? Pra i kanë hedhur balë politike, le të themi. Po, domethënë ka dhe sepse e kemi ne shqiptarët. Po. E kemi, kjo është një fatkeqësia më e madhe që kemi. Ne po e pam vëllain që u bën çik më mirë se ne urrim vëllain. Nuk është rastësi në Shqipëri që Hamza Kastrioti tradhtoi Xhaxhan. Nuk është rastësi Mithat Frashëri tradhtoi baban Abdyli. Ai tjetri me di Frashëri tradhtoi baban Samiu. Si tradhtoi? U bën kolaboracionist. E tradhtoi. U bën kolaboracionist, u bashkoi me Gjermanin. U bashkoi me Gjermanin, edhe me Italianin. Nuk u bashkoi me Frontin Nacional Shqiptar. Nuk pranon dhe në konferencën e Pezës. Jo, po Abdyli ishte me Frontin Nacional Shqiptar. Thjesht parimet e tij ishin për Mithat Frashëri. E kuptoj, po nuk quhet radhësi në rastin e tyre. Po pse bëri koalicion me italianët dhe me gjermanët dhe s'bëri me Frontin Nacional Shqiptar? Kur në frontin në konferencën e Pezës u ftuan të gjithë verin. I vajti Mithat Frashëri, i vajti në shtëpi të Rruga para se të vdente në konferencën e Pezës. Ta ftonte. Dhe ai nuk vajti. Pra, pse e mori nismën Partia Komuniste? Dhe megjithatë, konferenca e Pezës nga 9 antar që Këshilli i Përgjithshëm, 3 ishin antar të Partisë Komuniste. Jo, dua të them, nuk quhet tradhti ndaj babait, se për shembull mund të themi Bashkim Shehu ka tradhuar babain. Jo, ka qëndrime të ndryshme nga babai. Jo, quhet tradhti. Ai ka tradhuar baban sepse Abdyl Frashi
organizoi lidhjen e Prizrenit për të krijuar shtetin shqiptar. Kurse ky bashkua me italianët dhe me gjermanët për të mos ushtruar Shqipëria, sepse kemi kartën e Atlantikut e vitit e 14 korrik, ngushtit e vitit 1941 e bërë midis Churchillit dhe Rooseveltit dhe në 24 shtator e nënshkruan edhe Stalini, e cila thot, të gjithë nuk do njohim asnjë kufi të ndryshuar nga fashizmi. E dyta, të gjitha ata shtete dhe ato vende që do mbështesin fashizmin, do të marrin masa të rënda deri në shpopullim. Po, gjë që pastaj Dhe Jalta i zbatoi gjitha këto. Dhe Enver Hoxha shpëtoi Kosovën sepse në atë gjithë vendet që pushtojnë në Evropë, Gjermania, vetëm në Kosovë krua divizion SS me 12.000 veta. Dhe mund të paguanin fort. Dhe do shpopulloj Kosova si që do të pasi bashkëpunëtor të nazizmit. Po, njësoj si Ukrajinës, ja hoqin edhe në Vojvodinën, ja dhe në Gjermanis, ja dhe në Jugoslavis. Edhe ne e shpëtoj Enver Hoxha, le të flasin të ditën këta, Enver Hoxha shpëtoj Kosovë. Sepse në 5 tetor të vitit 24, Enver Hoxha urdhoi të kalojnë forcat tona për çlimin e Kosovës. Dhe e shkëlqiruar Kosova në 16 tetor, 16 nëntor të vitit 1924, një ditë para se çliroi Tirana. U shkëlqirua Kosova nga forcat në 2 divizionet partizane dhe disa forca shqiptare dhe disa repartet të tjera të ushtrisë shqiptare të Jugosllavisë dhe të Kosovës. Pra, dhe neve këtë e kemi Enver Hoxha është tradhtar. Ai çliroi, mendoi vetëm për komik. Çliroi Kosovën para kohë, pse? Se e dinte kartën e Atlantikut. Prandaj Enver Hoxha nuk e miratoi dhe marrëveshjen e Mukjes. Se ata në pikë me vete thanë, të luftojmë deri në bashkim me Kosovën. Mirë, po karta e Atlantikut thoshte nuk do njohim asnjë ndryshim kufish. Këtë kufi e ke shprishur Italia. Kupton? Dhe pra nuk e di se ndoqet një emision kur ishte ftuar një ambasador i rëndësishëm për shqiptarët, siç është zoti Roland Bimo, dhe ai foli për një fakt të pa thënë, le të themi, deri më tani. Ai foli për mosfirmosjen e Hoxhës, Enver Hoxhës në Helsinki, pikërisht për Kosovën, duke lidhur gjithmonë me Kosovën. Po, para 74. Enver Hoxha nuk pranoi të vende në Helsinki, se ishte për të mos ndryshuar kufijt. Dhe prandaj zbajti, jo, ne do të ndryshojmë se kemi shiruar vetë Kosovën, ata kur neve sepse po të ketë shiruar Kosova. Nga fond nga ushtria e kuqe, jo nga ne, Kosova s'do ekzistonte më. Dhe ndërkohë thoshte gjithashtu zoti Bimo, Kosova kur nuk ka qenë një vend që i përket Serbisë juridikisht, por asnjëherë Perandoria Osmane nuk e lëshoi Kosovën. Shiko. Beogradi u shirua nga ushtria e kuqe në 20 tetor të vitit 44. Ne e shiruam Kosovën në 16, në 4 ditë përpara, 20 nëntor. Po kuptoni 16 nëntor. Pra, të kishte hyrë ushtria e kuqe deri në Kosovë, nuk do kishte më Kosovë. Pra futja e shqiptarëve shpëtoi Kosovën. Po qëllimisht e bëri simbolikisht. Qëllimisht e bëri se ai sepse ai e dinte kush që karta e Atlantikut. Me atë kartë e Atlantikut e kundërshtoi dhe marrëveshjen e Mukjes. Prandaj e përjashtoi nga partia atë doktorin Dëshnicën, i merr Dëshnicën, që pse e nënshkroi atë marrëveshje. Dhe aq më keq që në atë marrëveshje ata krijuan një komitet dhe këtë komitet von Hasan Dostin, ministrin e drejtësisë qeverisë koalicioniste. Në fakt, e gjithë historia duhet ritreguar nga historianët, duke ndaluar moment me moment, po me një lloj neutraliteti. Pa pasione, pa partjake, sidomos pa parë. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse në atë sistem, që ishte diktaturë e proletariatit, njerëz kanë vuajtur, njerëz... Jo, më si s'kanë vuajtur. Në ta kam kundërshtuar dhe njërë tjetër. Ma ke kundërshtuar, po unë... Dëgjoni. Që kanë vuajtur, kanë vuajtur, se janë dëshmit tani. Jemi i vetëmi shtet në Ballkan dhe në Evropë që jemi shqiruar vetëm me forcat tona në luftën kundër fashizmit. I vetëmi. Jo, po flasë për ndërtimin e... Jo, drejtimin. Jemi i vetëmi shtet që kemi pësuar 7.3% të humbjeve të popullsisë, 80.300 shqiptarë të vrarë. Në këta janë bërë dhe 28.000 dëshmorët. Dhe shteti që ka pësuar më shumë humbje në Ballkan është Greqia 6.5%, jo 7.3% sa Shqipëria. Pra, dhe dyta,
Na 2650 fshatra, 1800 fshatra i kishin rrëfshuar. Po, për fat kemi pasur këtu të ftuar ish partizani, njerëz që kanë dëshmuar luftën dhe kanë treguar, dhe kjo është jam duke thënë që historia duhet treguar pa politizim dhe pa mua më dhëm, po duhet ta them. Kjo është historia. Kjo është një gjë që ne duhet ta mësojmë